Kryetari i shoqatës së miqësisë Shqipëri-Vendet Arabe ka komentuar situatën në lindjen e mesme ku sipas tij e gjitha merr zanafill nga lufta Palestinë-Izrael. Sipas Muamer Vuçit, faji mbetet i liderëve botëror që neglizhuan vendimet në kohë. Situata në Mesdhe është ndoshta edhe dobësi e madhe e politikës edhe europiane, edhe politikës së liderëve të mëdhenj të botës. Nuk duhet ta kishin lënë den këtë gjendje me shku Netanyahu është ushtarako më ka përqës historik. Sipas Vuçit, raketa iraniane nuk kishte destinacion Turqinë, por bazat e Çipros. Nuk kanë hedh prell ato iranianët për me damtuj Turqinë, po prella do kalote nga Turqia për me godit edhe herë Çipron, sepse në Çipro janë bazat më të fuqishme, edhe angleze, por edhe të shteteve tjera. Si njohësi i hershëm i politikave veçanërisht në vendet arabe, Vuçaj për analistët dhe politikanët shqiptar ka një mesazh. Mendoj urtë sepse sot potenciali ushtarak i disa shteteve me një raketë të fuqishme ne dëmton ton kombin. Kështu që mendimi personal i jemi është që analistët edhe politikanët e vegjël me dramatizëm duhet me nol pak atë dëshirën e tyre me bë deklarata. Sipas drejtuesit të shoqatës së miqësisë Shqipëri-Vendet Arabe, Europa dhe Shqipëria kanë vetëm një rrugë: forcimin e mbrojtjes dhe mbështetjen e aleancës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.